Me këngë patriotike, kujtime dhe reflektime mbi veprën e pavdekshme të rilindasit të madh, shoqata kulturore Bektashiane Lushnjë përkujtoi 180 vjetorin e lindjes së Naim Frashërit në ambientet e bibliotekës së qytetit. Aktiviteti u hap me interpretimet e këngëtarit Gëzim Xhaxhaj, të cilat sollën emocion dhe frym atë dashurie për të pranishmit. Më pas, studiues, intelektual, shkrimtar dhe antar të shoqatës referuan mbi jetën, krijimtarinë dhe kontributin e jashtëzakonshëm të Naim Frashërit, si dhe rolin historik të vëllezërve Frashëri në formësimin e identitetit kombëtar shqiptar. Pjesëmarrësit vlerësuan figurën e poetit si një udhërrëfyes shpirtëror të kombit, duke theksuar se mesazhet e tij për dashurinë ndaj dheut, gjuhës dhe kulturës mbeten po aq aktuale edhe sot. Kryetari i shoqatës kulturore Bektashiane Lushnjë, Kujtimbaze, e cilësoi Naim Frashërin poet, mendimtar, ndërtues të gjuhës shqipe dhe arkitekt të ndjeshmërisë kombëtare, një figurë që vazhdon të frymësojë brezat. Për Naimin ju dini e shkollur aq shumë sa nuk ka çfarë flitet, por megjithatë ne si shoqatë kulturore Bektashiane, që përfaqësojmë vlerat e kulturës, kemi për detyrë ta përkujtojmë. Kryesorja është Naim Frashi në veprën e tij, se në mendjen e tij kishte dhe mendim iluminist evropian, duke renditur Shqipërinë për krah vendeve perëndimore. Siç e dini në poezinë e tij përse filozofike, ai holli ose sanksionoi ident që dielli i shqiptarisë lind nga perëndimi. Kjo nuk kupton që në kohët e parë, ose që në shekullin 18, 19, 20, që lind kombështetet, rindja e kombëtare me Naimin, holli idenë që Shqipëria i përket perëndimit, do të thënë Europës së qytetëruar, Europës perëndimore, që rilindasit e kishin ëndër rinia e 10-orit 1990 e kemi ëndër dhe në sot edhe do Zoti realizojë. Nëpërmjet një video mesazhi, kryegjyshi botëror Babamondi përcolli mesazhe paqeje, harmonie dhe dashurie për atë dheun, vlera që sipas tij janë trashëguar dhe promovuar ndërshekuj nga bektashizmi dhe rilindasit shqiptar. Shkrimtari Gëzim Baruti dhe presidenti i nderit të shoqatës kulturore Bektashiane Lushnjë, Resul Prishta, gjithashtu folën për figurën e Naim Frashërit dhe rëndësinë e aktiviteteve të tilla për ruajtjen e kujtesës historike dhe kulturore të kombit shqiptar. Aktiviteti u mbyll me mesazhin se në historinë e qytetërimeve ka shkrimtar që pasqyrojnë shpirtin e një kombi dhe të tjerë që e formësojnë atë. Naim Frashëri mbetet një nga figurat që jo vetëm e pasqyroi, por e ndërtoi ndërgjegjen kombëtare shqiptare.